A meriton të adhurohet dikush bashkë me Allahun? Jo, nuk e meriton askush adhurimin bashkë me Allahun. Ai ka krijuar dhe ai kujdeset për ta. Si quhet mëkati i adhurimit të dikujt bashkë me Allahun dhe a falet ai mëkat? Ai mëkat quhet shirk dhe ata Allahu nuk e fal kurrë. Po, ke të drejtë, shirku është të adhurosh bashkë me Allahun dikën tjetër, dhe këtë ai nuk e fal kurrë nëse vdes pa u penduar. Prandaj duhet të kemi kujdes nga ky mëkat. Cila është feja që Zoti e zgjodhi për njerëzit? Islami është feja që Zoti e ka zgjedhur për njerëzit. Të lumt, këtë na e thotë Zoti në Kur'an, që ai është i kënaqur që Islami të jetë feja jonë. Si quhen ata të cilët Allahu i përzgjodhi për t'u dhënë shpalljen? Njerëzit që Allahu i përzgjodhi për t'i treguar shpalljen e tij quhen të dërguar. Sakt, kjo është përzgjedhje e Allahut dhe askush nuk bëhet i dërguar, po nuk ja dha Allahu këtë pozitë.